por me gjurmë të jashtëzakonshme. Në një konferencë për media teksa i dorëzoi detyrën e Enea Karakaçit si ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës, ish zëvendës kryeministri Belinda Balluku deklaroi se nuk e ka penguar asnjëherë drejtësinë dhe se nuk ka lidhje me afera korruptive. Besoj te kjo drejtësi dhe nuk do më dëgjoni kur as ta lavdoj, kur ajo godet kundërshtarët e mi politik dhe as ta anatemoj kur kjo drejtësi mund të prek interesat e mi personal. Nuk do më dëgjoni kur që të përmend prokuror e gjyqtar, pasi unë besoj që ata duhet bëjnë detyrën e tyre ashtu siç e kam bërë dhe unë. Dhe secili duhet jetë i lirë për të vendosur dhe për të gjykuar, pa qenë indikuar nga gjyqet publike, nga gjysmëvërtetat, nga të pavërtetat apo nga gënjeshtrat. Balluku ndal gjithashtu tek punët dhe projektet e përfunduara si dhe ato që janë ende në proces të realizuara gjatë drejtimit të saj në këtë institucion. Kemi ka përcyer situatat e jashtëzakonshme të krizave energjetike si ajo e vitit 2022, kemi ndërtuar vepra të jashtëzakonshme, të cilat do të qëndrojnë aty tek vitet do kalojnë dhe ju duhet ndjeni krenar për gjithçka kemi arritur. Në mbyllje Balluku theksoi se Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë mbetet një shembull si një skuadër e përkushtuar e cila mund të çojë përpara projekte dhe vepra që dikur dukeshin të parealizueshme.